Ndodhem në qytetin e Durrësit. Kam ardhur këtu për denoncuar projektin e famshëm TID për rijetëzimin dhe rikualifikimin urban të disa zonave të Durrësit. Në fakt është thjesht një projekt korruptiv dhe klientelist që nuk ka rëndësi për të mbrojtur trashëgiminë apo historinë e Durrësit, por për të krijuar hapësira të reja për interesa klienteliste. Këtu jemi në një rast tipik, në cilën mund gjykojnë vetë qytetarët që do ta ndjekin. Kjo është një shtëpi e cila është kualifikuar nga projekti TID për tu shëmbur. Para këtu ka qenë një tabelë e cila tregonte që ky mur është një mur otoman i vitit 1500 dhe duhet të mbrohej nga shteti dhe jo të shkatërrohej nga shteti. Ndërkohë është parashikuar që do të shëmbet. Dhe vetëm 5 hapa larg, ngjitur, po ndërtohet një pallat i ri në një zonë e cila ishte lulishte. Dhe ky pallat po ndërtohet me beton, me pilota në një zonë arkeologjike dhe shumë pranë shkollës së muzikës Jani Kukuzeli. Pse ndodh kjo gjë në Durrës? Sepse ky projekt, i cili është mbushur me pika të kuqe për shtëpi që duhet u prishen durrsakëve të vjetër, atyre që janë banorët lokal të Durrësit, që kanë historinë dhe trashëgiminë e Durrësit edhe në memorien dhe në kujtesën e tyre, ka vetëm një qëllim. Ka qëllim të krijojë hapësira të reja publike për qëllime klienteliste. Pse do duhet të prishet një shtëpi e vjetër që nga 1500 ku zotëria këtu është pronar, për të ndërtuar një pallat i ri në një vend të një lulishte? Nuk ka asnjë arsyetim. Ky projekt i gjithë nuk ka asnjë arsyetim dhe ndaj do të kundërshtohet nga ne në të gjitha format, në të gjitha instancat, në gjyqe, në parlament dhe kudo, sepse Durrësi do duhet të ruhet për trashëgiminë e vet, për historinë, edhe për rrëfimet e banorëve lokal dhe të mbrohet ajo që është një identitet i këtij qyteti dhe jo ndërtimet e reja për qëllime klienteliste.